sa dush kundërshtar. Që na kanë gjuhë edhe na kanë mbron këtë formë. Po. Fëmijët drejtora kanë qenë dijeni që mami i tyre nuk ishte më në jetë. Që prokurori më ka bë pyetje sikur me pas vrahune. Shtëpia ku mor kërë me renta është me kamera. Mungon dëshmitari Shaban Murseli, cili me datën 26 shtator 2025 është njoftuar për seancë. E kemi thirrë në telefon në Suedi. Ja kemi përcjell ftesën edhe përmes emaili zyrtar, por nuk është paraqit në këtë gjykatë, edhe pse njëve na ka deklaruar përmes telefonit se nuk do të prezantoj në seancë dhe se mbetet pranë deklarimeve të mëhershme, po gjithsesi gjykata do të provojë edhe një herë. Seanca vazhdon me marrjen në pyetje të dëshmitarit Florian Avdia. Jo marrën pyetje për një biznes familjar që kemi në fshat, edhe ai njëni personat në fjalë Naimin, Granitin edhe Kushtrimin, që i kom thonë që i kom bashkë fshatar. Naimin kom thonë një më pak se arsyeja që ka jetu jashtë, edhe ndoshta një 10 herë kom pa krejt komplet. Edhe jam pyetur se a keni pa ndonjë shumë të madhe parash që janë në lokal, edhe i kom thonë që jo, nuk ka vrajt diçka shumë më të madhe që në flit media. Nuk i ka pa, i kom vetë edhe prindin që punon aty, edhe vllaun. A ki kontaktu me Granitin natën kritike, kom thonë po dikon rreth orës 12, që kanë me një klub natë dikon në Kretin, Prishtinë, s'm kujtohet saktë. A mundesh me na tregu pak a shumë raportin e Granitit edhe Kushtrimit? Po, me përshu pak ma në detaje. Po, janë ardhur kanë pinë kafe sikur gjithë meshtërit tjerë. Nuk kemi pa diçka të keqe të ta sa janë ardhur ne. Ju thatë që gjithsej në lokalin tuaj kom qenë dikun 8 herë deri në 10 herë. Po. Po flet gjithsej prej kur ekziston ai lokal apo? Po. A jam rritur unë në Cermian apo në Suedi? Në Suedi. I akuzuar i Granit. Po. Në deklaratën e tij thotë që një ditë para ngjarjes kom qenë thot me Naimin te Beka në lokalin tuaj. Një ditë përpara nuk është që më ke pa me ta. Jo, as nuk ka pa kërkush asnjëherë ty e Granitin bashkë lokal të na. Ne kemi qenë edhe shok edhe në rrjetet sociale. Po. Kur kom qenë në Kosovë. Po. Ma shumë kom qenë në Prishtinë apo në Cermian? Në Prishtinë. Shta am ke taku edhe me fëmijët e mi disa herë. Po, po. Por me bashkëshortën time të ndjerë, Po. Lirdonën. Po. A më ke taku ndonjëherë? Nuk kujtohet që kom taku në Naimin me bashkëshortë e lajt. Në sallë ftohet dëshmitari Aurel Pajaziti. Kjo vetur e veturës Seat Exeo është karavan ngjyrës e zezë. 27 nëntor 2023. Me datën 29 në ora 2 e ka kthy, mbas një ore në ora 3 e ka marrë prapë. Makina që ka ardhur ka qenë tip Range Rover. Me kë ka ardhur me marrë ta marrë veturën, po ka qenë një person i panjohur për juve. Range Roveri çfarë ngjyre kishte? Hiri. Kur kanë ardhur ata persona, kush e ka vozit atë Range Roveri? A Graniti apo ai personi tjetër të cilin nuk e ke njohur? Kur kanë ardhur, makinën Range Rover u kanë të vozit Granit Plova. Pastaj pasi ka marrë makinën Seat Exeo, personi që ka qenë pasagjer ka vozit makinën tip Range Rover. Ju më herët potencuat se e keni parë personin i cili e ka vozit veturën Range Rover, pasi Graniti e ka marrë me rend veturën tuaj. Apo? A është e vërtet kjo? Është e vërtet. Ju po thoni që e keni po sot me e njeni? Ndoshta anja, si ftyrë më kujtohet. Mundësion e Granitit të deklarohet? Shtora nuk më rinë më shumë. Shtora përshëndetje. Po? Me sa mu e di unë, Cila është, po, Granit po e ndëgjojnë? me sa mu e di unë, shtëpia ku mor kërë me renta është me kamera. Dhe shihet qartas me konim kom. Po, a keni kundërshtim konkret, a keni ndonjë kërkesë prej trupit gjykues apo vetëm po i jepni në formë të sqarimit? Jo, unë veç përboj pyetjen këtina dëshmitarit. Granit, tash vjen rendi. Aurel,
mundesh më kthy mbrapa edhe me shiku apo është në stol personin që ka qenë duke vozitur veturën Range Rover, pasi e ka marrë Graniti veturën Seat. Shqeqon krejt salën, edhe avokat apo ullësh, mja leju pamjen nga mbrapa teje. Atë person nuk e shoh këtë, nuk është. Atë person nuk është në sol. A e ke njohur Granitin para datës kur ka ardhur me marrë kerrin me rend? E kam njohur si figurë, shodrat i kemi afër, e kam po ashtu ka punu afër asaj pumpës. Aty në ndroj gumat e makinave, e kam pas. Shodrat i kemi afër. A keni vërejtur ndonjë shqetësim apo ndonjë problem te Graniti, pasi që një orë më herët e ka dorëzuar veturën e njëjtë, e ka ardhur një orë më vonë me marrë prap veturën e njëjtë. Atë ditë kur ka qenë Graniti me marrë makinën, ai veç më ka thonë vin makina më shku deri në aeroport me marrë dikon. Po ashtu, këtu hip makinë Graniti, ka thonë që duhet me marrë familjen. Çdo san që kam pas, e kam thonë në deklaratë polici. Nuk kam diçka më shtuar. A na e thëni dëshmitarin Valon Luka? Valon jeni ftuar në cilësinë e dëshmitarit në këtë çështje penale. A ju ka thënë në atë bisedën e parë që bashkëshortja Liridona i është vrarë? Që na kanë gju edhe na kanë vrarë në këtë formë. Po. Ka tjerë me një numër në fund është 417, ku më ka dërguar edhe mesazh, dhe pastaj unë s'u kom lajmëru, sepse nuk e kom njeh numrin, edhe isha te komshita të shkum për të najt, edhe më ka çu mesazh, saktësisht 8:32 minuta, me mesazhin urgent, çele urgent Naimu. Numri i dytë është me numër, 3 numrat e fundit 907. Edhe këtu më ka shkruar mesazhe. 907. Edhe në këtë numër më ka shkruar mesazhe. A ti lexoj? Po. Në fillim çele 3 herë. Në këtë numrin e fundit që ka me 907 në fund. Kur i kam shkruar me fal, cili Naim, jam me musafir. Si keni reaguar dhe në cili numër i ja keni dërguar mesazhet? Ka shkruar urgent. Po, pastaj o Valon na kanë vrarë. Këtë të fundit çka të kem, kam bërë print screen edhe ja kam dërguar numrin e tij në WhatsApp, ku kam komunikuar më herët. Për mi vërtetuar është Naimi edhe kum pa që s'pishkon mesazhi, pastaj kum thirrën këtë numër. Inën e kom shiut, mile bashkë me të, edhe kam hez në drejtim të asaj zone ku ka ndodhur rasti. E kam thirrë edhe një herë me këtë numër, por më ka thonë që më ka lajmëruar një djalë, më ka thonë që Naimi ka shku vetëm në polici. Edhe këtë numër që ku më ka kontaktuar? Po. Ja, jemi veç e mi afru aty kanë qenë polic. Okay. Edhe s'ka lënë më afru më shumë. Veç e ku më pyet a ka vdek dikush, po ata se më kanë treguar fare dhe më njerë më largu, se s'kan lënë më najt aty afër. Mandej në kthim, kom pranuar një thirrje telefonike prej një policit me 922 numrat e fundit, edhe më ka thonë që Naimi është mirë edhe fëmijët janë mirë. 22. Me porosit Naimit. Kam shku në shtëpi, kom çuat komisionin edhe kom marrë makinën time që më smi ngarkuat më shumë. Edhe jam nisën në drejtim të stacionit policor. Unë ndërkohë duke shku më ka thirrë edhe një polic tjetër me emrin Bashkim. Ka qenë 10:36 minuta. Edhe më ka thonë, a mundesh marrë në stacion se duam t'ja komunikojmë Naimit që ka vdek Liridona, edhe i kom thonë që po, për vime një herë. Mandej unë kam shku aty, por kur ata vetëm ndërkohë ja kishin pas komuniku lajmin. Majnë mand, kur kam shku një herë aty me një zyre të vogël, kishte qenë Naimi, ngushlova, ndërkohë erdhi prokuroria e rastit edhe më kërkoj që me liru zyren edhe dola jashtë. Pastaj isha aty në korridor dhe rreth orës 11:30 ndoshta erdhën edhe familja e Liridonës komplet. Çfarë veture ka vozitur? Të thënë drejtë nuk më kujtohet sakt. Duket, nëse s'gaboj një Range Rover ka qenë në fund. Mirë. Duket. Unë jam vllai i të ndjerës Liridona Ademaj. Pasi kemi najt bashk në stacionin e policisë në Dragodan, ju keni deklaruar se keni shkuar së bashku me Naimin për në Sves. A njeni personin e tretë
i cili ishte me juve? Jo, A është e vërtet që kur keni shkuar në dhomën e hotelit Sfis, Naimi ju ka thënë ju që prokurorja më ka bë pyetje sikur me pas vrarë unë? po, Përshëndetje, drejtor. Fillimisht e kom një pyetje një ditë para ngjarjes. A jemi takuar në Gërmi mbrëmjen e 28 nëntorit 2023. po. Me kanë kom qenë i shoqëruar? Ne aty jemi taku rastësisht, sepse unë kam qenë me shoqërinë time, e ti ke qenë në tavolinën bashkë ngjitur me familjen e këngëtarës Rita Ora. Kom qenë në tavolinën e tyre, po ngjitur me ta. Pa më duket ke qenë në tavolinë me ata. S'jam i sigurt se ka kalu kohë. Prej cilit vit me njeni mua, drejtor? Nëse ju kujtohet. Ndoshta 2010, 11, s'po di. Në atë kohë më duket. Po. Ju e keni njoft, po, nga 2011 deri në 2023, vazhdimisht kemi qenë në kontakt, kemi pas raporte miqësore, edhe profesionale, mes veti. A keni qenë një dijeni që kum pas ndonjë problem me bashkëshorten time gjatë këtyre viteve? Jo, asnjëherë. Ju treguat që keni qenë në stacionin e policisë ku unë isha së bashku me fëmijët. Fillimisht, drejtor, si ishte gjendja ime, a isha i qetë, i shokuar, apo çfarë përshtypje keni? Në ato momente kur kam hyrë në atë zyrën e parë një herë, mu ke do shumë i shqetësun. Ju i keni takuar edhe fëmijët në stacionin e policisë. Po, kem ndejt një orë, mu i të them, minimum, Po, në sallën e madhe. Fëmijët, drejtora, kanë qenë në dijeni që mami tyre nuk ishte më në jetë. Jo, Sa dush këndë? Falë, nuk të posh, avokat? O përgjesh me avokat. Fëmijët kanë qenë ndjeni që mami tyre nuk ishte në jetë. Avokat, kërkoj falje, po ajo përgjesh ta jo. Nuk të posh, avokat, se isha ka përcjell procesin, nuk ka qenë e qëllimshme diçka, po isha duke përcjell ajo që ka po shkruar në proces verbal. Okej, dëshmitore u përgjigj ju, në rregull. Atë natë ju me dërguat në hotel, drejtor, dhe të nesër me mëngjes ju erdhët prapë në hotel. Dhe a është e vërtet që ishit ju që porositet mëngjes për në dhomë? janë kalu kohë shumë, mund ndodh, nuk mund ta mohoj, po nuk më kujtohet saktë. Ka kaluar shumë kohë. Ma vonë, drejtor, ju ma sollet një telefon, dhe numrin tim e këshit morë nga IPCO prap, edhe një zarf me 2.000 euro kanë qenë, nëse ju kujtohet. Po, Është sakt jo? po saktë. Pse ma sollet një telefon dhe numrin tim prap? Ta solla duke u nisë nga ajo që ju kanë plaçkit dhe ju kanë marrë, edhe që mi pas për komunikim. Drejtor, po. A është sakt që vetëm pak ditë para ngjarjes unë ju kërkova punë për Lirdonën në ndonjërin nga kompanitë. Në hotel, ishte në hotel apo në Lindex? Po, e kem bisedu. Me të akuzuarit, Kushtrimin e kam vëlla, po, ne jemi djalë dajës edhe djalë të halës, në Granit e kam bashkëshatar. Sa i përket jetës Naimit ose dikujt tjetër, ne gjithë se cili sot e kemi jetën tonë, edhe jetën tonë nuk jem ka mujtë me kontrolu, e nuk kom pas kohën e më marrë me jetën e Pite me kërkuj. zë Naima, ne zë... Në kretë rrethi familjar, do me thonë, qka jena, Naimi unë joftë si njerë që ka bo një jetë lumëtër, një jetë bukur, që si ka mungu kur gjo. Me dash me shku në thim ka shku, me dash me ble diqka ka ble, si ka mungu kur gjo. Jo se kur na dën me ble kërë s'ki pare, s'ka
E kjo do me thonë si kanë mungu këto same. A jeni shoqëruar shpesh me Naim Murselin? Prej 23 shtatorit 2021, unë e leqës s'ko mujtë më shoqëru me Naimin, por nuk ko mujtë më shoqëru as me familjet e me, sepse unë punoj në Mitrovic Vereut. Që 4 vite do me thonë kam qenë atje, edhe kam qenë me ororë 24 orësh. Do me thonë fëmin të mi, kum pas mund mi po, edhe me najt me ta. Ky do me thonë ka jetu edhe ka punu në Suedi. Ky kur orë një poshim ka nejt 2-3 javë, unë nuk ko që kum nejt shumë me to. E ka kupton? Jo, zonja gjyqtarë, nuk kom e shtu kur gjo, vetëm shpresoj bëhet ma mirë dhe ma drejta. Faleminderit. Mund të qëndroni në sallë, por mund edhe të largoni nga salla. Më vesh me përshëndet vllavin edhe me ikë. Veç dore. Është e vërtet që nuk ju është lejuar me vizitu vllon tuaj kushtrimin, cili gjendet në paraburgim, për arsye se ju keni qenë dëshmitar i propozuar dhe është, po gjithsesi tani tutje ju mund ta vizitoni vllon